A mund të hani gjalp nëse keni diabet? Përgjigjja do ju befasoj. Diabeti është një sëmundje kronike që kërkon kujdes të veçantë në zgjedhjen e ushqimeve. Një nga pyetjet më të shpeshta që vjen ndërmend te njerëzit me diabet është: a mund të ha gjalp? Përgjigjja është komplekse, më shumë se thjesht një po ose një jo, dhe kërkimet e një shqyrtimi më të thellë në mënyrën se si gjalpi ndikon në shëndetin tuaj. Gjalpi është një lëndë ushqyese e pasur me ynyra të zakonshme që përdoren në gatim dhe në pjekje. Para se të vendosni konsiderat për faktorët e mëposhtëm, duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë. Nuk rekomandohet të përdorni shumë gjalp pasi mund të rrisë nivelin e yndyrës të dëmshme në trup. Nëse jeni me diabet, është e rëndësishme të zgjidhni yndyra më të shëndetshme si vaj i ullirit, vaj i arrës ose kokosit, dhe konsumi i sasive të sheqerit në gjak mund të jetë i dëmshëm për personat që konsumojnë gjalp. Ai mund të ndikojë edhe në organizëm tuaj duke rritur edhe sasinë e yndyrës. Prandaj diabetikët përpara konsumit duhet të konsultohen gjithmonë me mjekun e tyre.